Dhuro gjak shpëton një jetë. Nën këtë moto deputeti Mark Froku ka dhuruar gjak në mjediset e spitalit të Pukës. Dhurimit vullnetar të gjakut janë bashkuar sot dhe drejtues të institucioneve të tjera në rrethin e Pukës, ndër të cilët dhe punonjësit e komisariatit të policisë së Pukës, të kryesuar nga vetë kreu i këtij komisariati Hamdi Shullani. Deputeti Froku, teksa ka dhuruar gjak, i ka apeluar të gjithë qytetarëve që të dhurojnë gjak. Unë ndjej për detyrë dhe kënaqësi për mua që dhuroj gjak. Por njerëzit nevojë të dhurosh gjak të thotë të shpëtosh jetë njeriu. Jam i nderuar dhe që dhuroj gjak edhe për ato fëmijë të smur, fëmijë talasemik apo jo, kështu më thatë. Dhe ftoj të gjithë qytetarët e Pukës, të rrethit Pukës dhe të gjithë qytetarët e Shqipërisë që të dhurojnë gjak në mënyrë që të shpëtojnë sa më shumë jetë njerëzish. Edhe drejtoresha e Shëndetit Publik në rrethin e Pukës, doktoresh Sajmira Laçi, apeloi sot për dhurimin vullnetar të gjakut. I bëj apel të gjithë qytetarëve pukian të dhurojnë gjak në mënyrë që të shpëtojnë një jetë. Të dhurosh gjak është akti më human që mund të bëjë njeriu. Gjaku i dhuruar shkon për fëmijët talasemik të Shqipërisë si një kontribut i çmuar për të shpëtuar jetë njerëzish.